Ervin Saliani do të ketë fatin e Lulzim Bashës. Kështu shpreh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për ish deputetin e forcës politike që ai drejton. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, kryedemokrati akuzoi Salianin se ka bashkëpunuar me anëtar të bandave kriminale, por jo vetëm. Mashtroi vërtet një grup njerëz që ishin të votuar shumë mirë, dhe shkuan me pi kafe për akte miqësore. Verën e kaloi me Ergysagasi në dreka dhe darka. Shkoi në Durrës dhe mblodhi eksponent Partisë Demokratike që tradhtuan Partinë Demokratike dhe nuk punuan absolutisht asnjë ditë në fushat. Edhe ky përsërit fatin e Lul Bravës. Nuk munguan as akuzat ndaj kreut të qeverisë Rama, i cili sipas Berishës ka marrë urdhër nga ish-zëvendës kryeministrja Belinda Balluku për të shkarkuar Elisa Spiropalin si ministre e jashtme. E flaku Lubi Balluku sepse Elisa Spiropali nuk mund të mbronte vjedhjen flagrante e klamoroze të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut në takime ndërkombëtare. Dhe Edi Rama e largoi atë me njëherë me urdhër të Lubi Ballukut. Kryedemokrati u ndal edhe tek protesta e ardhshme kombëtare 8 majit, duke kërkuar pjesëmarrjen masive të qytetarëve. 8 maj është një ditë për të gjithë shqiptarët. Nuk protestohet për pushtetin e Sali Berishës apo të Partisë Demokratike, apo të aleatëve të saj. Protestohet për votën e lirë të shqiptarëve. Protestohet për kundër plaçkitjes dhe varfrimit e mjerimit tyre të vazhdueshme nga kjo qeveri. Sipas Berishës, protestat nuk do të ndalen deri në rrëzimin e Edi Ramës.